Është marrë vendim për ndalesë të importit të mishit të pulës nga Brazili për shkak të gripit të shpendëve, konfirmoi drejtori i Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari, Oliver Milanov. Me qëllim parandalimin e mundësisë së përhapjes së murtajës tek ripërtypësit e vegjël, AUV ka miratuar vendim që ndalonte importin dhe tranzitin e ripërtypësve të vegjël, të gjallë shtëpiak dhe të egër, farës, vezëve dhe embrionëve nga ripërtypësit e vegjël shtëpiak dhe të egër, mishit dhe produkteve të mishit. Deri më tani, në kuadër të kontrolleve të cilat I zbaton AUV me policin, është zbuluar edhe kontrabandë e kafshëve të gjalla, informoi drejtori. Sa I përket ushqimit të cilin e konsumojmë, ai theksoi se është I sigurt dhe paralajmëroi kontrolle të fuqishme për shkak të periudhës së verës, veçanërisht në vendet turistike. Никъде во светот не можеме да гарантираме дека јадеме безбедна храна. Askund në botë dhe askush nuk mund të garantojë se ham ushqim të sigurt. Qytetarët han ushqim të sigurt, tani me rritjen e temperaturave është rritur edhe numri I turistëve dhe I tranzitit, ndërsa agjencia përveç mbikëqyrjeve të rregullta bën edhe mbikëqyrje të jashtëzakonshme. Këtë periudhë theks do t'u vihet vendeve turistike si Struga, Ohri, Prespa, Dojrani. Në lidhje me afatin e skaduar të produkteve, ai tha se përgjegjësi kanë operatorët me ushqim, të cilët duhet I respektojnë aktet ligjore dhe nënligjore. Përndryshe, kontrollet e inspektimit të ushqimit që nga fillimi I këtij viti kanë tejkaluar numrin prej 12.000 vetëm në qarkullimin e brendshëm. Si të pasigurta, deri më tani janë asgjësuar rreth 56 ton ushqim me origjinë shtazore dhe jo shtazore. Për shkeljet e identifikuara u shqiptuan 1325 masa, nga të cilat 260 ishin gjoba dhe dënime të tjera, si ndalime të përkohshme për kryerjen e aktiviteteve, ndërsa u ngritën edhe kallëzime për kundërvajtje.